Sot në Komisionin e Ekonomisë u zhvillua një seancë dëgjimore me shoqatat e bizneseve ku ata prezantuan kërkesat dhe shqetësimet e tyre lidhur me buxhetin dhe skemat mbështetëse për sektorin e blegtorisë dhe fermerët. Deputeti socialist Erion Braçe reagoi me kritikat forta duke thënë se këto kërkesa janë dëgjuar shumë herë dhe nuk janë marrë parasysh nga institucionet përkatëse. Ai përmendi se shumë nga propozimet janë bërë edhe në samitin e Cerrikut disa muaj më parë, ku ishin pranishëm Ministri i Bujqësisë dhe Ministri i Financave, por nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret, duke u tallur hapur kështu me Ministrin e Bujqësisë. Braçe përdori një metaforë të fortë për të ilustruar situatën. Problemi është se koha ikën, koha për ta është një lop që kalon moshën, nuk prodhon maj sa prodhonte në fillim, një lop sëmuret dhe bie nga prodhimi, një ferm digjet, një ferm përmbytet. Të gjitha propozimet që kanë bërë fermerët nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë thjesht rregullime që mund bëheshin pa shtuar asnjë lek. Deputeti theksoi se historia e mangësive dhe vonesave është rezultati i qëndrimeve burokratike ku ministrit shpesh thonë do ta bëjmë kështu siç themi ne, duke i detyruar fermerët të ndjekin rregulla që nuk zgjidhin problemet reale të prodhimit dhe tregtimit. Ai shtoi se ministri i Bujqësisë edhe pse në detyrë vetëm 2 muaj mund kishte reflektuar mbi ligjin e paraqitur, por deklaroi se ishte i kënaqur me skemën e kompensimit të fermerëve. Braçe nënvizoi gjithashtu se zgjidhjet nuk kërkojnë veprime të mëdha buxhetore, por vendime të thjeshta dhe konkrete që mund të përmirësojnë situatën e prodhuesve. Ai përmendi nevojën për veprime konkrete në terren duke kritikuar simbolikën e prezencës së policisë që nuk adreson problematikën reale të prodhimit dhe mbështetjes për fermerët. Seanca dëgjimore e sotme tregon qartë sfidat e vazhdueshme që përballen fermerët shqiptar dhe nevojën urgjente për masa konkrete dhe efektive që të përmirësojnë gjendjen e sektorit blegtorisë së bujqësisë pa shtuar kosto shtesë në buxhet dhe pa vonesa burokratike.